Komuna e Tetovës njoftoi se në qytet, konkretisht rreth zonës së Tregut të Gjelbër, do të mund të përdoret internet pa pagesë, që e ka mundësuar Bashkimi Evropian. Rrjeti është vendosur në kuadër të iniciativës Wi-Fi për Ballkanin Perëndimor, e financuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë dhe zbatohet nga GIZ si pjesë e projektit EU for Digital. Qëllimi i kësaj nisme është të sigurojë internet publik falas në gjithë Maqedoninë e Veriut dhe Ballkanin Perëndimor. Komuna e Tetovës do të jetë një nga 500 komunat në rajon që do të përfitojë rrjet Wi-Fi për Ballkanin Perëndimor sipas modelit të programit Wi-Fi for EU, i cili ka mundësuar internet falas në rreth 7.000 lokacione në Bashkimin Evropian. Të gjithë qytetarët dhe vizitorët do të mund të lidhen falas dhe të përdorin një lidhje të sigurt interneti. Me këtë mbështetje, Komuna e Tetovës vazhdon të përmirësojë shërbimet publike dhe të forcojë lidhshmërinë digjitale të komunitetit lokal. Sipas zyrës së BE-s në vend, nga shkurti i vitit 2026 ka nisur zbatimi i iniciativës Wi-Fi për Ballkanin Perëndimor, e cila parashikon vendosjen e rrjeteve publike falas Wi-Fi në 64 komuna në të gjithë vendin.